Europa. Sepse ai besonte ndoshta me të drejtë se bota që ndërtonte me fjalë ishte ndoshta më e drejtë, më e besueshme, më e vërtet se ajo që jetonim. Kadare ndërtoi dy të tilla, dy botë, njërën personale, ku sundoi si një zot shpesh i mërshirshëm, herë i hakmarrës, por gjithmonë njerëzor, dhe tjetrën që i adhuroi njerëzimit, një botë me përmasa mitike, por me themele reale, ku Shqipëria dhe Shqiptaria gjenin formën më të lartë të vetvetes. Në këtë univers letrar, ai udhtoi si një Dante modern, duke pasur pranë jo vetëm Beatricën e tij, Helenën, por dhe kujtesën, mitin, identitetin, tragjedin dhe ëndrrën. Edhe pse Kadare i është rikthyer tokës si rrënja më e çmuar e identitetit shqiptar, ai i përket qiellit më të epërm të vlerave njerëzore universale. I ndarë nga bota jon, duke vendosur të ikë për të pushuar vetëm një çast, Kadare shënjoi edhe një nga paradokset e shumta të jetës së tij, duke i dhënë jetë edhe një paradoksi të ri, duke i dhënë paqe dhe armiqve të tij. Atyre që në uniformën gri e monotone të mediokritetit shfaqeshin si një turm plot me zulm e zhurmë kritikësh dhe turm ziliqarësh e lagmitarësh. Vetë Kadare ishte ai që me parimin e tij për mos shpjegim i bënte të shfaqeshin edhe më të vegjël, edhe më të parëndësishëm, edhe më të papërfillur. Fitimtar, kur mund të kthente përgjigje, tani në heshtje u dha paqe, duke lënë pas indiferencën dhe mos kuptimin të gjithë atyre që u gërmushën, gafurën dhe gërvishtën me gërvima groteske në ngërmin qesharak të marshit funebër të mediokrëve. Herët avon ndodh revanshi i shkrimtarit, sidomos atëherë kur ai nuk ka trup për të mbajtur mbiemër, por është vetëm një emër mbiemër mbi letërsinë e tij të shkruar. Vetëm atëherë kur ai është jashtë hijes dhe peshës së kohës, ai dëshmon më qartë peshën e të pushtetit të së përjetshmes mbi të përkohshmen. Ky prijes perëndimor që Shqipëria e marr peng prej lindjes, pati fatin t'i dhuroi Perëndimit, si ata fare pak shkrimtarë të kalibrit të tij, pati një jetë jo paralele me asnjë regjim. Foshnjë dhe fëmijë në mbretërinë komike të viteve 30 dhe më pas të viteve të pushtimit, adoleshent dhe i ri i moshëm nën regjimin komunist dhe një i pamosh në fëmijërinë e trazuar të demokracisë shqiptare. Kadare u shndrua në pasaportën e Shqipërisë, atëherë kur vetë Shqipëria ishte brenda kafazit të izolimit, ishte dallga e qytetërimit të një Shqipërie të mbytur në duhmën orientale të Gjirokastritit tjetër të sokakut të marrëve. Si një shpag që qyteti i gurt i ofronte vendit nga dy skajet e të mirës dhe të keqes. Si për t'i kthyer vetë qytetit borxhin për të gjithë vendin. Kadare ishte një udhëtar i madh që u nda nga Gjirokastra për t'u thuar në kohë dhe në hapësirë. Ju kthye antikitetit të Ilirisë dhe Greqisë së lashtë dhe mbriti nga stepat sovjetike në brigjet e detit të Kinës në lindje. Ai hulumtoi universin njerëzor në qelizën e tij, që nga ADN-ja e banditit rëndon tek pafajësia e dashurisë, nga shiu i dëshpëruar të daullet e daspave, nga krenia e individit si kështjell te kalat e mendimit, nga të rrëzuarit në fatkeqësitë e sjellësit e mëndzyrave, nga sklavit te padroni, nga i vdekur i gjallë te të gjallët që patën lindur të vdekur. Një alkimist modern që në kohën e shpresës së vdekur parashitet se shpresa lind edhe nga eshtrat e letërsisë madhe. Kadare nuk që një ardhës dhe një ikës i zakonshëm, një shëtitës, një kalimtar ndër të shumtët e kësaj bote. Kadare ishte nga raca e qellorëve, gjenialëve, profetëve, atyre që bashkësive, komuniteteve, popujve, kombeve, racave u sjellin fat kur janë në mjerim, u tregojnë zgjidhje kur janë në hall, në vështirësi, në moment kritik, u sjellin një urrëfyes kur nuk din nga t'ja mbajnë, kur zjarri po fiket dhe duhet ndezur, kur drita meket dhe duhet gjallëruar. Kadare ishte nga të parët që i dha zë Kosovës në Shqipëri dhe i tregoi Shqipërisë Kosovën si dy gjysma të trupit të një kombi të aksidentuar nga historia. Ishte vështrimi që tregonte adresën që duhet të merrnin edhe në orë fatale dhe ishte mendja që dëshmonte se çfarë duhet bërë që e ardhmja të fliste shqip europianisht në të skaj të Ballkanit për dy republikat tona. Kadare ushqeu shpirtërisht dhe lartësoi mendërisht një popull të tërë. Kadare ngriti Shqipen dhe Shqipërinë në lartësi dhe largësi
të panjohura më parë. Mirë kritizerët trukokall që thonë se që i tilë si shkrimtar, e atil si njeri dhe broçkulla të tjera që hyut vetë se jashtojnë lavdin dhe mediokrit i hedhin në honet e harresës. Ta nderojmë, respektojmë, kujtojmë në pafundësi. Është me pakta që duhet dhe mund ta bëjmë për atë që erdhi na fali gjithçka dhe iku pa na marrë asgjë. Poet, prozator, polemist, sagjist, eseist, epik, lirik, dramatik, tragjik, kushtuar talentin dhe jetën sa individit dhe njerëzimit, vepër me shtrirje kohore deri në antikitet dhe shtrrirje gjeografike planetare, përkthyer në 10 gjuhë, pëlqyer nga miliona lexues, mposhtës i sfidave nga më të vështirat, përballues i rrethanave nga më dramatiket, volum pune kolosal, perfeksionist i pashërushëm i formës dhe përmbajtjes, gdhëndur jo çdo paragraf e çdo fjali, po deri çdo gërm e çdo tingull, egzaltus i vlerave njerëzore, kombëtare, intelektuale, europiane, në periudhën nga më tragjike tonat dhe në periudhat e trazuara pasaj, i bindur i patundur, që e provoi dhe prov me punë titanike dhe talent gjenial se rruga për te liria, e vetmja rrugë për progres dhe prosperitet, kalon nga arsyeja, bukuria, pasioni. Ishte në mbetet ai. Hy fluturoi larg, por na lidhi pashmangshmërisht me rrënjët tona europiane. Sot e mot e përgjithmonë i paharruar në zemrat tona, në mendjen tonë, në kujtesën tonë më i ndrituri ynë. Fjalët me zori gjejmë, na duesh, ngreu dhe ktheu prej andej ku je, ku përkohësisht ke shku.